Ajo ishte infermiere që askush nuk e mante me emrin. Punonte turnin e natës, qëndronte e qetë ndërsa përreth shpërthente kaosi. Mjekët bërtisnin, pacientët qanin, alarmet binin, por ajo lvizte në heshtje. Rregullonte serumin, ndreqte jashtëkët, mbante duart kur askush tjetër nuk e bënte. Një natë me shi, një djalë i ri u soll me urgjencë pas një aksidenti të rënd. Ishte në gjendje të rëndë, gjysmë i vetëdijshëm. Ekipi punonte me ankth, pa qenë të sigurt nëse do të mbijetonte. Ajo qëndroi pranë tij, ndërsa të tjerët nxitonin përreth, ajo ju afrua dhe i përshpëriti. Nuk je vetëm. Disa orë më vonë gjendja e tij u stabilizua. Një javë më vonë, një grua hyri në urgjencë dhe kërkoi të takonte infermierin që kishte ndihmuar djalin e saj. E gjeti tek pastronte korridorin me uniformën e saj të thjeshtë. Gruaja e përqafoi fort dhe i tha: "Ti ma solle djalin e jetë përsëri." Fjalët u përhapën, pacientët nisën të kërkonin infermierin e qetë. Kur e pyetën pse nuk kërkonte Merita, ajo tha: "Nuk e bëj për duar trokitje, e bëj sepse çdo rrahje zemre ka rëndësi." Më vonë, spitali i vuri emrin e saj njërit prej departamenteve. Ajo ende punon edhe ende u përshpërit pacientëve në errësirë. Mësimi: herojtë e vërtet nuk kërkojnë vëmendje, ato i japin shpresë. Nëse beson se mirësia e heshtur mund të ndryshojë jetë, shprehe me një follow dhe like në këtë video. Zotit bekoft.